Sot rikthejmë tek lumi Pacuare, për ata që nuk e din kush ka ardhur, kush do vinë në Costa Rica, është gati e detyrueshme për të bërë rafting. Lumi Pacuare është ndër 5 lumenjt më të famshëm në botë për sa i përket rafting. Jo se i përmet. Kështu që këtu bëjmë dhe nivelin 4 neve, në disa vende mund të arrijmë dhe nivelin 5. Gati. Kjo do jetë jona kjo këtu. Kjo është organizimi që këta kanë këtu, fugonët, lihen gjerat këtu. Ja dhe grupe tjera, ka më shumë se një grup këtu ja. Në qoftë se vjen Costa Rica është e pamundur që mos bëhet rafting e gjanë, është e pamundur. Për ata që kanë frikë, nuk është e frikë, jo. Është adrenalin vete, është e sigurt, ke mbrojtëse. Në mes të lumit do ndalojmë neve, sepse e kam bërë herë tjetër këtë, domethënë kur isha udhëtimin tjetër. Në mes të lumit do ndalojmë, atje do na japi një drek me sa i përket me njerëzit indigjenët që jetojnë në këto male të brenda që s'kan kontakt me njerëzit. Normalisht kjo është një mënyrë që këta bëjnë për të ndihmuar racat të tjera që bashkëjetojnë këtu, sepse këta kanë 8 raca indigjene, përveç këtyre të bardhëve që njohim neve që kanë prej ardhin nga europianët që kanë kolonizuar normalisht Costa Rica. Dhe të shkojmë, do bëjmë më tepër se një video. Kush ka ardhur në Sud-Amerikë e di, për ata që nuk e din, kështu që kjo vlen për ata që nuk e din. Kjo është granata. Jo në ato granata dhe luftës, kështu që e marrim edhe presim këngë, kjo mëngjeset ta da oprojmë me shikë vështirë për ta brekë, ne derisa ta qellojmë në çash edhe dorën këtu ja. O, neve ja kemi marrë dorën, kështu që nuk e çojmë dorën, se ja kemi marrë dorën, e presim me thikë në këtuja. Havet që kështu, mund të përdorni dhe duart dhe se s'ka probleme, edhe pse dhe jemi të Hiltoni këtu s'na prish punë shumë. Ashtu, e hapim teneve. Tani, se quhet granata kjo, do pyesin shumë njerëz, se granata. Granata sepse kjo vërtet këtu brenda është si puna granatave, ato kurriz bresh që i thoshim në kohën e të shtatës luftës, sepse ka këto copa të brenda. Pastaj qysh hahet kjo? Kjo dash me lut ose me pirua. Merret kjo pjesa këtu ja, që është tu brenda që është plot me këto kokra, nëse ja. Dhe ha tu brenda smeta zje dhe hati gjithë qo. Është shumë e mirë, ngjan me rushin. Kështu që mos harroni, e provoni edhe Shqipërinë që ose kanë futur këto granata. Jo në ato termose të jetë vretna, këto që të bën mirë për sa i përket tretjes dhe zorrës trash. Granata, mbani me.